është transmetuar nga Selman Farisiu, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë: hyra te i dërguari i Allahut, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe pranë tij ishin Hasani dhe Hyseini duke ngrënë. Profeti herë e vendoste kafshatën në gojën e Hasanit dhe herë në gojën e Hyseinit. Pasi mbarua ngrënien, i dërguari i Allahut e mori Hasanin mbi supin e tij, ndërsa Hyseinin e uli në prehrin e tij. Pastaj më tha: O Selman, a i do këta të dy? I thash: o i dërguari i Allahut, si të mos i dua kur e di pozitën e tyre pranë teje? Profeti tha: o Selman, kush i do ata, më do mua, e kush më do mua, atë e do Allahu. Pastaj vendosi dorën e tij mbi supin e Hyseinit, paqja qoftë mbi të, dhe tha: ky është imam, biri i imamit. Nga pasardhësit e tij do të jenë 9 imam të devotshëm, besnik dhe të pagabueshëm. I 9 prej tyre është imami i pritur Mehdiu.